Banorët e fshatit Kovašic në njësinë administrative Maqellar në Dibër vijojnë të ngrenë shqetësimin e kabinës elektrike e cila ndodhet në mes të fshatit. Banorët kërkojnë që kabinës t'i krijohet një perimetër sigurie ose të zhvendoset nga aty për shkak se përbën rrezik për jetën, sidomos të fëmijëve që luajnë aty pranë. Dikur kjo kabinë ishte mbuluar nga bimësia dhe ferra, çka bënte që të kishte ndërprerje të rrymës elektrike, por me ndërhyrjen e vetë fshatit është pastruar i gjithë territori. Gjithashtu shqetësimi më i madh mbetet siguria e fëmijëve. Bardyl Hutja kërkon që institucionet të marrin masa ose për rritjen e sigurisë ose për zhvendosjen më larg të kabinës elektrike. Para 4 vjeç ta bloqe që jenë vëmë një fushat elektorale, nuk është vënë dërnë të dirt hapt, penxherja në krah djath që është tokëzimi hapt, e ke parasysh të mejlet jenë shtru kret, nesër mas nesër këtu me ndodh një avarie madhe, mirë ai që ma përgjithësi. E ka bë vetë fshati, ka bë, me forcat e veta e ka bë. Trit më tepër kanë kontribu, refugjatët, se për shtetin kjo, kur dush shemët edhe bë kërdin në fëmijë. Që jema gjatë pargjie, unë fëmijët e djalit, i mora prej ata e hoqa se do t'ishin mrena. Për penxhere hin ati këtë transformatori në shkrajnë fëmijët. Ose largohet, s'postohet që këj diku tjetër. E kemi bërë problem, përveç është ta bloqe që jenë bërë problem që jenë bërë, edhe nuk është vogë gjë tjetër ma këto. Shemët njërë, a shes që bëdë shekje. Ja, s'ka të mele poshtë, një shtru të mele. Pavarësisht se ne zbukurohemi për të pastru këtë ambientin këtu, ama të melet një shtru. Du të vetë dhe shteti ta sposton diku me një ambient, ta fajta të kella gjithë, bëhë dyre penxhere, se nuk raja ashtu ajo. Ki bën parapritje vetë shteti sa mos shkon diçka më e ranë. Njët njërzore. Banorët shpresojnë që apeli i tyre të dëgjohet dhe të mos bjej në vesh të shurdhër siç ka ndodhur deri tani.